Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ndodhet në një vizitë pune në Bruksel ku pas dite u mbajt samiti për zgjerimin e Bashkimit Evropian i organizuar nga Euronews. Gjatë qëndrimit e tij në Bruksel, Vučić u takua me presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa dhe me përfaqësuesin special për dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës Peter Sorensen. Presidenti i Serbisë do të merr pjesë në darkën e organizuar nga Komisionierja për zgjerim të Bashkimit Evropian Marta Kos për nder të pjesëmarrësve të samitit. Vučić njoftoi mbrëmje se këtë javë do të takohet edhe me presidentin francez Emmanuel Macron. Drejtori i Institutit për Studime Europiane Slobodan Zečević vlerësoi se dialogu midis Beogradit dhe Prishtinës do të jenë një nga pikat kryesore në raportin e Komisionit Evropian dhe në mesazhet e sotme nga Brukseli. Zečević theksoi veçanërisht rolin e Beogradit në ruajtjen e përmbajtjes së marrëdhënieve me Prishtinën, si dhe sfidat që lidhen me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Beogradi tregoi tolerancë dhe përmbajtje të madhe në marrëdhëniet me Prishtinën, edhe pse populli serb në Kosovë dhe Metohi shpesh u ekspozua ndaj sulmeve, tha Zečević për radio televizionin e Serbisë. Sot kreu i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Ivo Orav, do t'i paraqes raportin e Komisionit Evropian për Kosovën për vitin 2025 Albin Kurtit, kryeministit të Kosovës në mandatin teknik. Në raportin e pranuar nga Komisioni Evropian, shumica kapitujve flasin për progres të kufizuar, ndërsa në disa raste thuhet se nuk ka pasur fare progres. Kosova u kritikua më së shumti për situatën e fushën e lirisë së shprehjes, ku nuk pati progres, dhe për veprimet në veri të cilat ishin në kundërshtim me detyrimet e Kosovës ndaj Bashkimit Evropian dhe procesit e normalizimit të marrëdhënieve. Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, njoftoi se Glau Konjufca do të jetë kandidati i ri për kryeministër nga kjo parti, ndërsa ai si shtat do të marrë postin e ministrit të punëve të jashtme. Kjo konfirmua sot në Këshillin Kryesor të Lëvizjes Vetëvendosje. Kurti theksoi se emrat e ministrave të propozuar mbeten të njëjtë dhe se ndryshimi vetëm është këmbimi i pozicionit të tij dhe të Konjufcës. Konjufca tha se e pranon propozimin për mandatar për të shmangur përsëritjen e zgjedhjeve dhe për të votuar buxhetin për vitin 2026. Ish zyrtari i Lëvizjes Vetëvendosje Selatin Ratkoceri tha se Albin Kurti do të përpiqet të kaloj kohën e mbetur deri në fund të afatit për formimin e qeverisë, shkruan Klan Kosova. Nesër Kurti do të përpiqet të marrë edhe 10 ditë, 15 ditë që i takojnë. Ajo do të përpiqet të formojë një qeveri dhe të marrë vota përmes Glau Konjufcës, i cili është pak më i pranueshëm se sa për opozitën, ndërsa në të njëjtën kohë që mori vota për kryetar të parlamentit, tha Ratkoceri. Aleksandar Rapaić, drejtori i programit të Qendrës për Përfaqësimin e Kulturës Demokratike në Mitrovicën e Veriut, beson se vendimi mbi ankesën e listës serbe në lidhje me zgjedhjen e Nenad Rashiqit si nënkretar të Kuvendit të Kosovës do të merret nga gjykata kushtetuese vetëm pas shpërbërjes së parlamentit. Rapaić beson se vendimi i gjykatës duhet të jetë që nënkretari i Kuvendit nga komuniteti serb të zgjidhet nga shumica përfaqësuesve të komunitetit. Miloš Pavković nga Qendra për Politika Europiane në Beograd është i mendimit se arsyeja pse ende nuk ka një vendim të gjykatës kushtetuese mbi ankesën e listës serbe është se gjykata është e kujdesshme dhe po përpiqet të shtyjë përgjigjen e kësaj pyetje në mënyrë që të mos bëhet faktor që destabilizon më tej situatën politike në Kosovë. Për herë të dytë brenda 3 muajsh, punonësit e radio televizionit të Kosovës mbrëm pa paga, prandaj sindikata punëtorëve të RTK-s njoftoi se të njëjtën do të mbahet një protestë për shkak të pagave të papaguara.
Thuhet se punonësit në shërbimin publik përballen me pasiguri ekonomike dhe një rrezik për funksionimin normal të atij institucionit. RTK aktualisht përballet me shumë projekte me rëndësi të madhe, të cilat lidhen drejt për drejt me misionin e saj publik, por edhe me interesin e përgjithshëm të vendit dhe kriza financiare kërcënon zbatimin e projekteve dhe minon rolin e RTK-s, thuhet në deklaratë. Moti nesër do të jetë me diell në veri të Serbisë, ndërsa në zonat e tjera pritet pjesërisht me vranët një ndryshim i diellit dhe vranësirave na pret në fund të javës, me vranësira më të mëdha dhe rreshje shiu do të mbërrijnë në fundjavë. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 0 deri në 5, kurse ajo maksimale ditore nga 13 deri në 17 gradë Celsius.